Selvia, grua e shpat kasapit, ka treguar së fundmi se marrëdhënia e tyre kishte kaluar një periudhë të vështirë. Ajo pranoi se të dy, të lodhur nga streset dhe keqkuptimet, kishin menduar të ndaheshin përfundimisht. Sipas saj, ishte një periudhë e rëndë ku secili po përpiqej të kuptonte veten dhe atë që donte vërtet nga jeta dhe nga familja që kishin ndërtuar. Megjithatë, pas kësaj kohe të ftohtë mes tyre, dyshja u ulën dhe folën hapur për gjithçka. Ata rishikuan kujtimet e bukura, lidhjen që i kishte mbajtur bashkë për vite dhe mbi të gjitha, dashurinë që i bashkonte si prindër. Selvia tha se pas një bisede të sinqertë, e kuptuan që ende donin njëri tjetrin dhe vendosën të mos e linin familjen të shpërbëhej. Rikthimi i tyre u bë me zemër të pastër dhe me një shpresë të re. Selvia tregoi se ditët e fundit para se të ndodhte tragjedia, ishin të mbushura me plane, biseda të qeta dhe një moj lumturie që u duk sikur po i gjente sërish. Ajo e përshkruan këtë periudhë si momentin kur më në fund e gjetën prap njëri tjetrin. Por pikërisht atëherë, kur mendonin se gjithçka po vinte në vend, ndodhi më e keqja. Vdekja e papritur e shpatit e la Selvien të thyer për së dyti, një herë nga frika e ndarjes dhe herën tjetër nga humbja e përjetshme. Ajo u shpreh se kjo dhimbje është më e rëndë se çdo gjë tjetër që ka përjetuar, sepse humbi një njeri që sapo kishte filluar t'i afrohej përsëri. Selvia ka rrëfyer se fakti që u ribashkuan vetëm pak kohë para se shpati të ndëronte jetë e ka lënduar edhe më shumë. Sipas saj, është e tmerrshme të mendosh se jeta u dha një mundësi të dytë, por ajo u mbyll brutalisht. Megjithatë, ajo thotë se do të mbaj fort kujtimet e fundit, sepse aty gjen forcën për të vazhduar dhe për të kujdesur për djalin që la pas.